Gjimnazi Osukuka në Shkodër ka fituar për herë të dytë projektin Super Schools të financuar nga Rajko. Në kuadër të këtij projekti, nxënësit kanë shkëmbyer ide dhe përvoja me nxënësit e shkollës nga Malisheva në Kosovë. Gjatë aktivitetit u zhvilluan diskutime mbi tolerancën fetare, si dhe lojra dhe vizita në Muzeet e Shkodrës. Një takim u zhvillua dhe në Muzeun Marubi, ku të rinjt u njohën me trashëgiminë kulturore dhe shkëmbyen eksperjenca mes tyre. Nëse flasim për rrugtimin ton, dita më e bukur mund të themi që ishte dita e parë, nga që i pritëm shokët tanë nga Malisheva në shkollën tonë, duke folur mbi një temë të jashtëzakonshme që është toleranca fetare, gjë që në Shqipëri dallohet dhe njihemi për të. E më pas kemi takuar dhe jemi takuar mësues të historisë dhe më pas kemi shkuar në vendet më kryesorë të Shqipërisë, të cilat tregojnë për historinë tonë të jashtëzakonshme. Gjatë ditës së parë ne vizituam gjimnazin Osukuka, ku mësuam rreth aktiviteteve që ata zhvillojnë dhe procesin mësimor. Realizuam shumë aktivitete të ndryshme dhe atraktive. Gjatë ditëve në vijim, ne vizituam vende të ndryshme, si Kaloja e Brishtit, Muzeu Kombëtar Osukuka, Kaloja e Rozafës, qytetin e Shirokës, qytetin e Tiranës. Me pak fjalë do të përshkruaj eksperiencën shumë të bukur që kemi kaluar gjatë këtyre ditëve. Projekti vlerësohet si një mundësi rëndësishme për bashkëpunimin dhe afrimin e të rinjve të rajonit. Nxënësit gjithashtu vizituan disa nga muzeet dhe vendet historike të qytetit të Shkodrës.